Këtë diel në Shkodër është organizuar shugurimi dhe kushtimi i kishës së Fuça Druve. Kishe kushtohet të lumit Gjën Gazulli me shashet, u kremtuar nga arkipeshi i Arkidiocezës Shkodër Pult, Imzo Giovanni Peragjine. Ai tha se kjo kishë nuk ndërtohet vetëm për të ruajtur kujtimin e një martiri, por që dëshmia e tij të vazhdojë të flasë. Nëpërmjet tij, këtë kishë bëhet një vend ku hyja ngrohet, ku fjala e tij dëgohet, ku Eukaristia kremtohet dhe ku populli i tij gjen forcë për të jetuar në Ungjillin. Por kjo kishë nuk ndërtohet vetëm për të ruajtur kujtimin e një martir. Ajo ndërtohet që dëshmia e tij të vazhdojë të flasë, të frymëzojë dhe të formojë brezat e sotëm e të së ardhmes. Nuk kushtohet këtë kishë vetëm për të kujtuar një martir. Këtë vend të bëhet një dëshmi gjallë, që ne jemi të thirrur të përjetojmë. Vetëm kur Krishti është në qendrën e jetës së sonë, çdo dashuri tjetër gjen vendin e saj të drejtë dhe bëhet më pastër, më lirë dhe më e vërtetë. Martirët kërkojnë dëshmi. Ata na kujtojnë se çdo i krishter është i thirrur për një martirizim të përditshëm. Ndoshta jo me dherdhjen e gjatë, por me besnikëri ndaj Ungjillit në jetën e përditshme. E kjo është martirizimi për të cilin secili prej nesh është i thirrur. Të jemi besnik në gjërat e përditshme, në familjet tona, në punë, në shkollë, secili në vendin e vet, duke dëshmuar me jetën Krishtin, duke folur me jetën për Krishtin. Ky është martirizimi. Martirizimi të themi shenjtërinë e jetës së përditshme. Gjatë meshës u bë dhe shugurimi i alterit, bekimi i punimeve restauruese të kishës dhe bekimi i reliket të lumit të Gjën Gazulli.